Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Vazhdojmë vëllezër me shpjegimin e librit As-Seyru ila Allah wa ad-Dar al-Akhirah të Sheikh Abdulrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Sot me lejen e Allahut do ta përfundojmë edhe këtë cikël varg ligjëratash të këtij libri të begat e madhështor, për plot me dobi shumëta, nga cilave kemi përfituar, do dobi shumëta lidhur me cilësitë e njerëzve cilët e kanë sy synim Allahun subhanahu wa taala edhe xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Për pozitave tjera vëllezër që ne ka përmend autori rahimahullah është edhe ajo që quhet manzilatur riaya, pra pozita e ruajtjes, kujdesit dhe vigjilencës. Pra njerëz cilët udhtojnë drejt Allahu subhanahu wa taala edhe kanë sy synim xhenetin e Allahu subhanahu wa taala, deri me tani në këtë libër i kemi marr disa cilësi tyre, të cilat Sheikhu rahimahullah këtu na i ka përmend. Në fund vëllezër na ka përmend këtë cilësi që po ashtu apo këtë pozitë tyre e cila po ashtu është një pozitë madhështore që quhet manzilatur riaya, do thotë që tashti përderisa i ke mësuar gjitha këto pozita madhështore këtyre njerëzve të lumtur, cilët e kanë sy synim Allahun edhe botën tjetër, tash e fundit vëllezër çka është që ti duhet me i rujt këto pozita, cilat i ke mësuar gjatë këtyre ligjëratave, gjatë temave të kaluara. Tash ke arrit, e ke arrit atë përsosmërinë tënde si musliman, e në fund çat mbetet që ti me i ru vëllezër këto pozita, edhe me pas kujdes, edhe mos me lanë që ato me të dobësu, me të mangësu, apo mu hjek prej te. Do të vëllezër, pra me erujt atë që ti e ke arrit për këtyre pozitave, me erujt realitetin e imanit, punët e mira me cilat i afruta Allahu subhanahu wa taala. Gjitha këto vëllezër kanë nevojë për kujdesje nga muslimani, kanë nevojë për ruajtje, kanë nevojë për llogari, kanë nevojë për kontroll her pas hershëm. Se në kundërtën, nëse nuk ju rrin gati, atëherë këto gradualisht vëllezër shkojnë duke u dobësu, shkojnë duke u paksu edhe duke u mangësu, nëse njeriu nuk tregohet i vëmendshëm ndaj tyre. A dhe kjo pozitë me cilën Sheikhu rahimahullah e ka përmbyll këtë libër është vërtet një pozitë madhështore, pra që njeriu vëllezër t'i rri gati vetes vet, t'i shikoj punët e veta, nëse janë të sakta. Nëse janë ashtu siç është Allahu i kënaqur subhanahu wa taala, atëherë e falenderon Allahun subhanahu wa taala, e lut Allahun që Allahu më të dhanë hala më shumë sukses, e lut Allahun subhanahu wa taala që më të dhanë stabilitet, qëndrueshmëri, vazhdimsi në këto vepra. E nëse është e kundërta, do të vren se ki dobësi, ki lagështi, ki plagështi lidhur me këto vepra, atëherë çka e lufton veten, e mundon veten që me i përmirësu vëllezër këto vepra, edhe me i perfekcionu. Pastaj me fjalë tjera, kjo pozitë ka të bëjë me atë që quhet muhasabetun nafs, do thotë që ti si musliman vazhdimisht me e marr llogari veten tënde, mos mu tregu i shkujdesun. Siç ka thënë Omeri radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Llogaritani veten para se të merreni llogari nga Allahu subhanahu wa taala. E çka llogaria vëllazër është dy llojesh, është llogari e vetes para se me kry veprën, edhe llogari e vetes pasi që ta krysh veprën. Qysh e llogarit njëri veten para se me kry vëllazër veten? Do thotë e shikon veprën tënde, cilën po don me ndërmarr. A është vepër e hajrit? A është e tillë që e kënaq Allahun subhanahu wa taala? A është e tillë që të çon në hajr edhe në mirësi? Po, atëherë krye. Pastaj llogaria pas veprës, nëse e vren se e ke kry veprën e mirë, cila kënaq Allahun subhanahu wa taala, atëherë shka falenderon Allahun subhanahu wa taala. Nëse jo, atëherë shka kthehesh me pendim te Allahu subhanahu wa taala dhe bën çka istighfar. Po kjo është një pozitë e madhështore, një gjendje, po vetë llogaria që njeri ja bën vetvetes, duhet patjetër ta ketë ta secili musliman në kundërtën, atëherë ato pozita që i ka arrit, domethënë fena Allahu subhanahu wa taala, imani yt, veprat e tua të mira, nëse nuk i rrin gati gjitha këtyre, nuk i kontrollon veten, nuk i vëmendshëm i kujdesshëm ndaj tyre, atëherë çka kanë me ik prej te, kanë me ik.
Andaj vëllezër, pra duhet me pas këtë çështje po don me na sqaru këtu Sheikhu rahimahullah, edhe thot me fjalë tjera, thot hadhihi manzilatu riaya. Kjo është kjo pozita e kujdesit, vigjilencës, vëmendjes li haqa'iq al-iman wa mashahid al-ihsan. Do të njeriu tash me i rujt vëllezër, me pas kujdes, me pas kontroll, me kushtu vëmendjen realiteteve të imanit edhe ihsanit. Po këtë pozitë vëllezër ihsanit që e sqarum dersin e kalum. Do thotë gjitha këto tash që ti ke arrit deri me tani, në udhimin ton drejt Allahu subhanahu wa taala edhe drejt botës tjetër, atëherë duhet vëllezër çka me ditë, me i rujt, edhe me dhan mund, edhe me dhan përpjekje që me i rujt edhe me pas kujdes ndaj tyre. Edhe tjetra vëllezër thika e cila është shumë e rëndësishme, lute Allahun subhanahu wa taala që më të dhanë qëndrueshmërinë në fenë e tij. Po një pejgambe më të rëndësishme vëllezër, në këtë pozitë që është manzilatur riaya, është që ti me e lutë Allahun subhanahu wa taala që Allahu më të dhanë stabilitet qëndrueshmërinë në fenë e tij. E na dim vëllezër se një prej duave më të shpeshta të cilat i ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, cila ka qenë: Ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik. O Allah, ti i cili i ndryshon zemrat e njerëzve, përforcoje zemrën time çka në fen tane. Përforcoje zemrën time në fen tane. Pra e lut Allahun subhanahu wa taala që Allah më dhanë qëndrueshmëri. Edhe lutja drejtuar Allahu subhanahu wa taala vëllezër një prej gjërave më të rëndësishme që ty ta jep, do të që ty ta mundson me pas çit pozitë, do të që ti me i rujt veprat e tua të mira, mos me të shku dom. E lut Allahun pra me ta rujt fen. E lut Allahun subhanahu wa taala me ta rujt imanin. E lut Allahun subhanahu wa taala me ta rujt çat bindjen ndaj tij cilën je, edhe në ato gjëra të cilat afrojnë te ai subhanahu wa taala. Pra këta njerëz cilët i kanë këto cilësi, njerëz të lumtur të vërtetë, siç e kemi thënë në derset e kaluara, e dinë vëllezër se gjendjet e njerëzve ndryshojnë, se njeri si krijesë vëllezër është dob. E din mirë se zemrat ndryshojnë, e din mirë se imani shtohet edhe paksohet. E din mirë se njeriu, si krijesë dob, përballet me gjendje rrethana të ndryshme, gjatë cilave mundet mu tregu i shkujdesun edhe me pas mangësi edhe defekte në raportet e tij me Allahun subhanahu wa taala. E po ashtu nganjëherë mundet me u kaplu nga ndebelia për tacia. Për këtë arsye vëllai diçka i kthehen Allahu subhanahu wa taala me lutje, edhe kërkojnë ndihmën e tij edhe i mbështeten atij subhanahu wa taala. E pse e gjithë kjo, thot sheikhu, khaufan ala al-imani min nuqsani, nga se tutën friksohen për imanin e tyre se mos piu paksohet. E na dim vëllezër se imani, është definicioni e Ehlisunetit dhe Xhamatit, imani shtohet edhe paksohet. Shtohet derisa bëhet samalet, edhe paksohet, edhe dobësohet derisa njeri mundet me kalu, nuk mbetet kur gjë më prej tij edhe njeri kalon kufër pastaj. Pra imani nuk është diçka e ngurtë vëllezër. Nuk mundesh me kanë gjithmonë me një gjendje. Pra ose ki me e shtu imanin ton, ose Allahu na ruaj me imanin, nëse nuk e shton komo tu paksu. Pra për kujdesit ton ndaj imanit është që ti mu largu nga çdo gjë e cila ta dobëson imanin. E cilat janë ato gjëra vëllezër që ta dobësojnë imanin ton në Allahun subhanahu wa taala, mundemi me i kategorizu vëllezër në dy kategori kryesore. Kemi vëllezër faktor të brendshëm edhe kemi faktor të jashtëm, që ndikojnë në dobësinë e imanit secilit prej neve. Prej faktorëve të brendshëm vëllezër është shpirti jonë që e kemi brenda trupit. E që është an-nafsul ammaratu bisu, shpirti i cili të urdhron shumë për keq. Ky shpirt vëllezër nuk është i tillë që ta don të mirën. E dim lutjen që e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina." Mbrohemi me Allahun, pra lutim Allah të na mbrojë nga të këqijat e shpirtrave tanë, edhe nga të këqijat e veprave tona. Pra shpirti nuk ta don të mirën, ai domthon anon nga rahatia, komoditeti, moskryrja e obligimeve, rënja në harame, nuk don, do thot nuk e don seriozitetin ton. Andaj, nëse nuk ruhesh prej tij, ai komo ta dobëson, do an dikon te ti, edhe dobësohet imani.
Andaj çfarë ka nevojë, si trajtohet kjo, duhet me luftu vëllezër nefsin ton, veten tonë. Me dhan mund të madh, me emposh domethënë atë nefsin ton. Edhe me detyru me zor derisa të mësohet që me kanë i bindun ndaj Allahu subhanahu wa taala. Shkan thënë disa prej bezave të parë të Islamit, vëllezër, jahidu ahwaakum kama tujahiduna aduwakum, ka thënë luftoni epshet, dëshirat tuaja ashtu siç i luftoni armikun. Po ashtu vëllezër, prej faktorëve tjerë të brendshëm është edhe shkujdesja. Kur njeri tregon i shkujdesur në raport me atë që ka obligim, shkujdesur në raport me gjërat që Allahu ja ka bërë haram, kur ja kthen shpinën në festë Allahu subhanahu wa taala, do nuk mëson për fenë e Allahut, nuk e praktikon fenë e Allahut. Gjitha këto vëllezër ndikojnë që me tu dobësu imani. Pastaj i kemi vëllezër faktorët e jashtëm. E faktorët e jashtëm do të këta që ndikojnë me tu dobësu imani, edhe këta janë po as të rrezikshëm sa ata të brendshëm. Në krye tyre është shejtani mallkum. Pa shejtani vëllezër vazhdimisht tonë çka cyt, edhe vazhdimisht sulmon, edhe vazhdimisht stin vezvese. Për çka? Për çfarë qëllimi? Që me ta dobësu imanin ton. Mos me ta lanë çka imanin ashtu siç duhet, siç është i kënaqur Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu edhe për shkaqeve tjera të jashtme, faktorëve të jashtëm janë edhe shoqëria e keqe. Shoqëria e keqe ndikon që me tu dobësu shumë iman. Andaj njeri i cili dëshiron me erujt imanin e vet, duhet me pas kujdes shumë me kon porrin, edhe me i zgjedh shokët e vet. Shauze pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "El mar'u ala dini khalilihi." Njeriu është në fenë e shokut vet. "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Ki adan secili prej jush le ta shikoj mirë se kon po e merr për shok. Po ashtu për shkaqeve tjera dhe të jashtme, faktorëve të jashtëm është edhe dunjaja, me bukuritë e saj, zbukurimet e saj, stolitë e saj, heshitë e saj, epshët e saj, joshjet e saj, me cilat i mashtron njerëzit. Edhe bën që njeriu të më dobësu imani. Andaj vëllezër, patjetër duhet kemi kujdes nga këta faktor, në mënyrë që të mos na dobësohet edhe paksohet imani jon Allahun subhanahu wa taala, dhe njeri vëllezër nuk duhet me rreziku fenë e vet, imanin e vet, tauhidin e vet. To janë gjanat më të çmueshme që ti posedon. Çdo gjë që shkon nga jeta e kësaj bote vëllezër mundet mu kompenzu, mirë po nëse të shkon imani, Allahu na rujt. Me çka kimë kompenzu imanin Allahun subhanahu wa taala? Me çka kimë zaventu? Po duhet me rujt vëllezër imanin ton, mos me ekspozu ndaj rreziqeve, ndaj gjanave që ta dobësojnë. Shkon edhe njeri i cili shoqërohet me shokë të këqij, zhytet në manepshet e kësaj bote, në gjanat që e largojnë nga Allahu subhanahu wa taala, nga përmendja e Allahut, nga namazi, nga leximi i Kur'anit. Pastaj shkon edhe i dëgjon të bën çytjet e djallit shejtanit mallkum. Bën gjana që të ja dobësojnë imanin, e dëshiron që megjithatë imani i tij me ka në rregull, e mos me ka i dobësum, kjo është e pamundshme. Nuk mundesh, është e pamundshme. Kjo është e kundërta për asaj që na ka urdhëruar Allahu, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që me erujt dhe diçka fen ton edhe imanin ton. Pastaj edhe Sheikhu rahimahullah po na sqaron këta metudën libër edhe thotë se وذلك أن العبد لا ينبغي له أن يعرض عن تدبر أحواله والتفكر في نقص أعماله. Thotë kjo është sepse robi Allahu subhanahu wa taala nuk duhet në asnjë gjendje, në asnjë rrethan, asesi që me kanë i tillë që nuk nalet me shiku mirë, me vrojtu mirë, me vështru mirë gjendjen e tij, edhe me reflektu mirë, me meditu mirë lidhur me mangësinë që e kanë veprat e veta. Patjetër duhet me pas edhe diçka vet llogari. Pra e shikon veten tënde. Si është raporti yt me Allahun subhanahu wa taala? Si është lidhja jote me Allahun subhanahu wa taala? Si është gjendja jote në raport me adhurimin ndaj Allahut subhanahu wa taala? Sa po je i kujdesshëm në adhurimet ndaj Allahut subhanahu wa taala? Sa po je i kujdesshëm në vazhdimsinë në adhurimin e Allahut subhanahu wa taala? Pra e merr në llogari veten. Me çfarë e angazhon mendjen tënde? Edhe thotë shehu, përkundrazi, pa nuk duhet me kanë ashtu që nuk e merr në veten llogari, por thotë duhet me e dhanë skajshmërisht mundin para veprës edhe gjatë veprës, gjatë kryerjes veprës. Në mënyrë që
vepra jote me kanë sakt, domethënë çka e pranuar te Allahu subhanahu wa taala, edhe me dhan mund që jo vetëm me kry veprën, mirë po çka thot wa tahsinihi, me e kryen formën më të mirë, më të bukur, më të përsosur. A mjafton vetëm kjo? Jo. Shkon vetë thot wa yasunuhu thumma yasunuhu anil mufsidat. Nuk është çështja vetëm me kry veprën. Pastaj do të më rujt veprën nga gjanat që mundet me ta prish. Pra me pas vigjilencë, me pas kujdes, para se me kry veprën, gjatë veprës edhe pas veprës. Qysh para se me kry veprën? Përgatitesh me përgatitjen më të mirë të mundshme. Gjitha siç e kemi marrë në derset e kaluara, gjitha që janë mundësinë tane i ndërmerr, në mënyrë që me kry veprën formën më të mirë, më të përkryme. Pastaj futesh në vepër, edhe jep mundin me kry ashtu që është në formën më të mirë. Pastaj pas veprës e runat vepër, si një margaritar çmum që mos me tu dëmtu, edhe mos me tu asgjësu te Allahu subhanahu wa taala. E run nga vepra që mund me ta prish atë vepër. E këtu shejhu vëllezër na bën një parim shumë të rëndësishëm, thot fa inna hifdha al-amali a'zamu min al-amal. Thot me e rujt veprën, masi që të krysh, nga gjanat që mundën me ta prish, thot kjo është më e rëndësishme se sa vetë vepra. Pra nuk është çështja vëllezër që thotë Ibn Qayyim rahimahullah, veç të bëj punë të mira, mirë po çështja është edhe me ditë me i rujt vëllezër ato punë të mira. Andaj këtë shehu këtu thot, sa herë që njeriu, robi Allahu subhanahu wa taala e shton këtë kujdes ndaj veprave të veta dhe përpiqet fort që me i rujt ato, thot i shtohet imani. E sa herë që tregohet i shkujdesur në këtë drejtim, thot i paksohet edhe imani varësisht domethënë se sa është tregu i shkujdesur. Kjo na tregon vëllazër, na shpërfaq rëndësinë që e ka që kjo pozita që tham er-riaye. Pastaj shehu këtu vëllazër, na i përmend disa shembuj që na duhet me i pas parasysh, do thot dhe për gjanave më të rëndësishme është që duhet të kemi parasysh gjatë veprës, thot është mashhadul ihsan. Pra pozita e ihsanit që e morëm në dersin e kaluam, e që është që njeri me kanë i përkushtuar me kry adhurimin ndaj Allahu subhanahu wa taala me zemër të pranishme, edhe me u fokusu, domethënë çka me kanë i pranishëm tërësisht me zemrën e vet, me mendjen e vet, me shpirtin e vet, me trupin e vet. Pra tërësisht i kthyem nga Allahu subhanahu wa taala. E çfarë ishte kjo vëllezër, e përmendëm dersin e kaluam kur ti e sjell ndërmend se Allahu është duke të pa kur e kryen atë adhurim. Edhe e din gjendjen tane, edhe e din çfarë kiti në zemrën tane. Po ashtu thot me sjell ndërmend begatinë e Allahut subhanahu wa taala ndaj teje, do thot që të vepër që ti tash je duke e bë. Me e ditë se Allahu subhanahu wa taala ta ka mundsu me kry atë vepër, sikur mos ta mundsonte Allahu, mos ta lehtësonte Allahu, s'kishte mujt me e kry. Edhe si e ndërmend thot se duhet me falendëru Allahun subhanahu wa taala që të ka mundsu, të ka jep sukses për këtë vepër me një falendërim madhështor. Falendëron Allahun subhanahu wa taala që të ka mundsu, të ka jep sukses me kry këtë vepër. A mjafton vetëm kjo? Jo, shikoni thot vëllezër, wa kadhalika mura'atu at-taqsir. Me si e ndërmend edhe me pas parasysh taksirin, shkujdesjen. Do thot sado që kryen punë të mira, sado që je i bindur ndaj Allahu subhanahu wa taala, shikoje veprën tane, punët e tua me atë syrin të që ti je tregu i shkujdesur. Ende je i shkujdesur, ende nuk e ke arrit atë përsosmërinë që kërkohet në raport me Allahun. Po me kanë i tillë që vazhdimisht të kërkon ato që është më e mirë, më e plot, më e përsosur. Edhe thotë Sheikhu rahimahullah, e si ndërmend se ti nuk e ke kryer, pra nuk ja ka jep hakun, nuk ja ka jep hakun adhurimit ashtu siç duhet. As nuk i ke kry gjitha ato me të cilat që i meriton ajo adhurim ndaj Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu thot me si ndërmend frikën ndaj Allahu subhanahu wa taala, me si ndërmend shpresën, pra me bë bashkë mes frikës edhe shpresës. Me kanë këto dyja kemi thënë vëllezër në derset e kaluam, me çka të barabarta, të balancuara. Se në moment që njëna e mund tjetrën çka prishet jeta e njeriu. Thot Sheikhu rahimahullah, frikohesh se mos Allahu nuk po ta pranon veprën për shkak të vetë pëlqimit, për shkak të rias, Allahu na ruaj syfaqësisë që e ke bë pjesërisht për dikon, pjesërisht për Allahun, apo je tregu domon ke pas ndaj lloj mendje madhësie to, apo
ke lanë mango diçka, nuk i ke kryer gjitha ato që kërkohen për atë vepër, apo shkaqe tjera që mundën me ta prish veprën Allahun arru. Mirë po, kjo dhe të shikone, kjo frikë, kemi thënë këto nuk duhet me cit s'kan dëshprim, pesimizëm. Njëtën kohë, thot wayarju qabulaha. Shpreson se Allah ka me ta pranu. Shpreson të mëshirën e Zotit ton, shpreson mirësinë edhe bamirësinë e Zotit ton. E padyshim thot që në mesin e mirësisë dhe bamirësisë të Allahut ndaj teje është se të ka dhënë sukses si ti me e kry atë vepër ndaj tij subhanahu wa taala. Pastaj vëllezër Sheikhu rahimahullah vazhdon edhe i përmend edhe disa cilësi tjera të këtyre njerëzve të lumtur që e kanë synim Allahun edhe botën tjetër, edhe përmend thot azaful quluba ani shawaghili. Thot ta e njerëz që zemrat e tyre i kanë zbraz nga çdo gjë që mundet me i shpërqendru nga Allahu subhanahu wa taala. Pra me zemrat e tyre, vëllezër, zemrat e tyre nuk ka diçka që mundet me i shpërqendru, me i largu nga synimi, objektivi kryesor për cilin na ka kriju Allahu subhanahu wa taala edhe na ka sjellë në jetën e kësaj bote. E që është tauhidi Allahu subhanahu wa taala, përmendja Allahu subhanahu wa taala, adhurimi Allahu subhanahu wa taala. Pastaj pa jetën e kësaj bote njeri përballet me shpërqendrime të shumta. Mirë po, këta janë njerëz tillë që sa herë ju vinë shpërqendrime të tilla në zemrat e tyre nuk lejojnë që këto shpërqendrime be ma vën. Mirë po, çka i përzajnë? Sa herë vinë mendime të këqija, mendime të ulta, këta çka i largojnë nga vetja e tyre dhe nga zemrat e tyre. Thot qad farraghuha min siwa ar-rahmani. Zemrat i kanë zbraz nga gjëra të tilla apo nga çdo gjë tjetër përveç të gjithëmëshirshmit, pra Allahu subhanahu wa taala. Përveç emrave të Allahut, meditimit rreth Allahut, rreth cilësive të Allahut subhanahu wa taala, ajeteve të Allahut subhanahu wa taala, mësimit të fesë të Allahut subhanahu wa taala dhe gjëra tjera ndryshme ngjashme me këto të kësaj natyre, për cilat Allahu subhanahu wa taala vëllezëri ka nxitë robërit e vet që mu angazhu me to, edhe me i mbush zemrat me to. Thot harakatuhum wa humumuhum wa uzumuhum lillah. Thot ta e njerëz që lvizjet e tyre, brengat e tyre, vendosmëritë e tyre, ambicjet e tyre kreti kanë lillah. Kreti kanë për Allahun subhanahu wa taala. Lvizjet e tyre, çdo gjë domon që e bajnë për Allahun subhanahu wa taala. Brengat e tyre, gjanat që i brengosin, i kanë domethënë mendjet e tyre, në zemrat e tyre, mo çka është ajo që i brengosta, që është ajo që i fund siklet, edhe që e kanë si hall si mbrengos qysh me e kënaq Allahun subhanahu wa taala. Qysh me kanë sa ma afër Allahu subhanahu wa taala. Qysh me kanë sa ma larg gjanave që e hidhrojnë Allahun subhanahu wa taala. Çka është dështojnë brengat e tyre. Po ashtu thot vendosmëritë e tyre, thon jetët e tyre, synimet e tyre, që i kanë zemrat e tyre, i kanë çka vetëm për Allahun subhanahu wa taala. La lil khalqi wash shaytani. E jo për njerëzit, për krijesat e për shejtanin, Allahu na ruaj. Nuk kanë domethënë krijesat hisen këto e as shejtani i mallkum, pse se vëllezër këta shikimin e kanë hedhur drejt Allahut, si tham, edhe drejt xhenetit Allahu subhanahu wa taala, nuk shpresojnë shpërblim edhe bamirësi nga dikush tjetër përveç Allahu subhanahu wa taala. Pra zemrat i kanë të lidhura me Allahun subhanahu wa taala. Prehje gjejnë te Allahu subhanahu wa taala, për Allahun, për Allahun subhanahu wa taala. Frikë dhe shpresë kanë te Allahu subhanahu wa taala. E padyshim vëllezër këto janë gjendje që e dërgojnë njeriu drejt përsosmërisë njerëzore në nënshtrimin ubudiyën ndaj Allahu subhanahu wa taala. Tu Sheikhu pasaj rahimahullah na sqaron këta dhe thot, këta janë njerëz që i kanë zbraz zemrat e tyre, thot nga çdo gjë që i angazhon, i shpërqendron nga Allahu subhanahu wa taala, edhe i largon nga kënaqësia e Allahu subhanahu wa taala. E thot wa hadha haqiqatu zuhd. Shikoni zot, se kjo është realiteti i zuhdit, asketizmit, mos lakmimit në jetën e kësaj bote. Thot kur zemrën e ki të mbushur vetëm me Allahun subhanahu wa taala. Jo do më thanë me gjanat që mundet me të shpërqendru, me të largu nga Allahu subhanahu wa taala, si që janë domon epshet, pasionet, dëshirat e ndryshme, lakmia në jetën e kësaj bote. Jo, pra këta janë njerëz që kanë zbrazë vëllezër zemrën nga gjana të tilla, edhe e kanë mbush me gjana që i afrojnë te Allahu, edhe me të cilat e arrin kënaqësinë e Allahu subhanahu wa taala. E tash çysh arrihet që kjo pozitë vëllezër, që kjo zbrazje e zemrës edhe mbushje me diçka tjetër,
që quhet takhliya edhe tahlija. Nuk na sqaron këtu Sheikhu rahimahullah, thot nuk mjafton thot vetëm njëri me ezbra zemrën e vet, mirë po duhet edhe me e mbush. Me mbush pse se nëse e lën zemrën zbraz, më ajo të mbushet pastaj me gjëra të tjera. Andaj nuk duhet me lan hapësir boshe aty. Se zemra siç e kemi thënë sikur ana. Pra e zbraz nga këto gjëra të ulta të këqija, më një herë e mbush me gjëra të dobishme, me njetet sinqerta të vërteta. E mbush me gjëra që cilin dobi në këtë botë edhe në botën tjetër. Po kështu janë vëllezër këta njerëz. Kanë heq nga vetja e tyre, nga zemrat e tyre, do gjëra të ulta, synime, njetet këqija, vezvese ndryshme, cilat i largojnë nga Allahu subhanahu wa taala, e pastaj i kanë mbush zemrat me gjëra që të afrojnë te Allahu, e kënaqin Allahun subhanahu wa taala, siç është meditimi rreth madhështisë të Allahu subhanahu wa taala, mësimit për meditimit rreth fesë Allahu subhanahu wa taala, gjëra do çdo gjë që të afronte ai subhanahu wa taala. Allah thot Sheikhu, fatakunu afkaru al-abdi fi kulli ma yuqarribu ila ar-Rahman. Shkon. Kur njeri thot e arrin këtë pozitë të madhe, këtë përsosmëri, thot krejt mendimet e veta i kanë gjëra që e afrojnë te Allahu subhanahu wa taala. Tash na jep disa shembuj këtu. Do se si është me çka duhet me angazhu na veten tonë si musliman. Thot për shembull min tasawwur ilm, u angazhu me dije vëllezër. Me dije dobishme. Wa tadabburi Quran, me meditim për sijate, reflektim rreth Kur'anit. Wa dhikrin lillah bi huduri qalb, me përmend Allahun me pranit zemrës. Pastaj thot me pas frikse, mos po rrshqet edhe po i bën gjunah Allahu subhanahu wa taala, gjithmonë e kikit frikë prezente. Po ashtu thot me mbush zemrën me meditim rreth cilësive të Allahu subhanahu wa taala, me mendu thot rreth varrit, ku kemi me hiç secili prej neve, edhe gjendjeve në varr pastaj, a kemi kamprit lumturve apo të mjerëve. Me meditu thot me mendu, me reflektu rreth kiametit, të merreve të asaj dite Allahu na ruaj. Ose thot mendojnë për xhenetin, edhe kënaqësitë e tij, ose zjarrin thot edhe flakën e nxehtë tij Allahu na ruaj. Po zot me çto gjana do vana këta njerëz që i angazhojnë vëllazër veten, i angazhojnë zemrat e tyre. Edhe zhvendosen do ampeni kësi mendimi në mendim tjetër. Edhe këto është do vana gjana këto që ju sjellin dobi në këtë botë, siç thamë edhe në botën tjetër. E thot Sheikhu thot fa afkaruhum haimatun hawla hadhihi al-umur. Mendimet e tyre thot sillen, mendimet e tyre sillen rreth këtyre gjanave, edhe jo thot rreth gjanave të ulta, edhe mendimeve rreth gjanave thot cilat nuk ju sjellin kurfar dobije, përveç pikëllimit, brengave, edhe shkatrimit, edhe humbjes kohës, edhe shpërqendrimit. Edhe që nuk i sjellin do thot njëri thot kurfar dobije as këtë botë, as në botën tjetër. Shkoj dhe pra gjendja këtyre njerëzve se si këta njerëzve të lumtur, që thamë, që si këta i trajtojnë edhe i shërojnë, i kurojnë zemrat e veta, se zemra vëllezër ka nevojë për kujdesje, ka nevojë për kurim, ka nevojë për ilaç. E gjëja më e mirë është kjo që e përmendi këtu Sheikhu rahimahullah. Pastaj Sheikhu rahimahullah vëllezër e përmbyll këtë libër me një lavdat që ja bën këtyre njerëzve që i kanë këto cilësi, edhe tregon se këta njerëz janë njerëzit më të mirë që njeri mundet me i pas shok, edhe me i zanë për shok. Do thot Sheikhu këtu ni'ma ar-rafiqu li talabi subul allati tufdi ila al-khairati wal ihsan. Sa shoqëri e mirë janë këta njerëz që i përmendëm dha cilësitë e tyre deri më tani, për atë njeri i cili e synon hajrin edhe mirësinë. Do thot, po don këtu Sheikhu vëllezër më na mësu që nëse e dëshiron për veten tane me pas një shoqëri të mirë, e cila të çon drejt çdo të mire, atëherë gjej domethënë kësi shok që na i ushqarum cilësitë e këtyre në këtë libër. Hulum to për ta. Nëse i gjen, atëherë çka? Mbaje shoqërinë me ta, ndihmohu. Po ki ndihmë ndërsjell me ta, ndihmojeni njëri tjetrin mirësi, edhe në takvallak, në frikë prej Allahu subhanahu wa taala, në devotshmëri, edhe mos e humb këtë shoqëri me ta. Mbaje, ashtu siç e ruan, siç thamë vëllezër, një margaritar çmum. Edhe kështu Allahu subhanahu wa taala na ka urdhëruar në Kur'an, thot i urdhron pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i thot wasbir nafsaka
ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Përqendroje veten tënde rrime ata njerëz që e lusin Zotin e tyre në mëngjes dhe mbrëmje dhe që kanë për qëllim fytyrën e tij. Pra kënaqësinë e Allahut, xhenetin e Allahut subhanahu wa taala, shikimin fytyrën e Allahut. Wala ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata al-hayati ad-dunya. Dhe mos u largo prej tyre duke i dëshiruar kënaqësitë e jetës së kësaj bote. Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina. Dhe mos i dëgjo ata njerëz, mos ju bind atyre që zemrën ja u kemi bërë shkujdesur, thot Allahu, ndaj përmendjes tonë, wattaba'a hawa, edhe njerëz që i ndjekun epshet e veta. Wa kana amruhu furuta, edhe çështjet i kanë shpërba me çka përderdhën. Pra, nëse gjen shoqëri të tillë, atëherë mos u tregoj shkujdesur, mirë po çka mbaje shoqërinë me ta, se kemi apa hajrin von këtë botë edhe në botën tjetër. Pse se këta njerëz do të tullzojnë drejt çdo të mire, edhe janë sebeb që nga ti mu largu të këqijat, edhe defektet në dunjan tane, edhe në fen tane. Dhe siç e thekun pejgamberi sa më ka thënë el mar'u ala dini khalilihi, njeri është në fen e shokut vet, falyanzur ahadukum man yukhal. Shikoni mirë se kanë po e merrni për shok. Pra këta janë njerëz që kanë fiqh, kanë dije, pra nuk shoqërohen me këdo. Mirë po shikojnë mirë se me kon po rrin, me kon po shoqërohen. Nëse vrenë se në shoqërimin me dikon ka përfitim në fenë e tij, atëherë çka rrin me to. Nëse e vrenë se në shoqërimin me dikon po dëmtohet në fenë e tij, çka largohet prej tyre. Pra shoqëria e mirë është begati që ta ka pru Allahu subhanahu wa taala. Kur gjen vëllezër musliman shok të mirë, cilët ta hjeshojnë bindjen ndaj Allahu subhanahu wa taala, cilët ta bajnë shëmtuar dhe të rryen mos bindjen ndaj Allahu subhanahu wa taala, gjunahet ndaj Allahu subhanahu wa taala, cilë ndihmojnë në khajr, edhe të largojnë nga të këqijat, cilë ta ngjesin dorën edhe në çështjet e dunjallahut. Mirë po, ajo është më e rëndësishme edhe në çështjet e fesë. Ato që na duhet me pas kujdes, se kjo është një çështje që ka nevojë për fiqh, ka nevojë për dije, siç kanë thënë selefi, prej fiqhut dijes mirëfill njeriu është me ditë edhe kon po e zgjedh për shok. Pas zgjedhë ata njerëz që ndihmojnë me kanë bindur ndaj Allahu subhanahu wa taala, edhe larg gjanave që hidhrojnë Allahun subhanahu wa taala. Për cilët dhe nga Ebu Darda radhiyallahu anhu që ka thënë, sikur mos ishin 3 gjana në jetën e kësaj bote, thotë unë nuk do ta doja qëndrimin do në jetën e kësaj bote, jetën e kësaj bote. E ka përmend, ka thënë dhama'ul hawajir, ka thënë agjerimi gjatë ditëve nxehta, e cila do të ta than fytin. Pastaj ka përmend was sujudu fil layl, sikur mos ishte çka namazi i natës. Pastaj ka përmend edhe shoqërimin, thotë sikur mos ishte shoqëria me njerëz të mirë, thotë cilët i zgjedhin fjalët e mira, fjalët e bukura, thotë ashtu sikur njeri kur hin kopsht i zgjedh ato frutat më të mira ku janë. Allahu shehu thotë këta janë ata që kur njeri shoqërohet me ta, thotë e arrin lumturinë. Mirë po thotë nëse i pason në rrugën e tyre, edhe ec në atë rrugën që e kanë ata, metodologjinë që e kanë. Edhe thotë pikërisht ata janë tillë që Allahu subhanahu wa taala thotë na ka urdhëruar që me kërku prej tij subhanahu wa taala që më na udhëzon rrugën e tyre. Nga që Allahu thotë ju ka dhënë begati për shkak sinqeritetit, vërtetësisë që e kanë në imanin e tyre, edhe realizimin që ja kanë bërë imanit. Pra siç e lexojmë në vazhdimisht surën Al-Fatiha, ihdina as-siratal mustaqim. O Allah na udhëzon rrugën e drejtë. Siratal ladhina an'amta alejhim. Në rrugën e atyre që ti i ke begatuar me të mira. Çfarë janë njerëz vëllezër? Cilësitë e tyre që jemi duke i marrë montash e disa derse me radhë. Pra këta janë shoqëria më e mirë që nëse ti rrin me ta, shoqërohesh me ta, përfiton. Mirë po kur vëllezër, kur ti e ndjek rrugën e tyre, pra nuk mjafton vetëm me nejt me ta e mos me përfitu nga rruga në cilën janë ata. Pra duhet me i ndjek, duhet me imitu, derisa ta arrish atë përsosmërinë, domethënë njerëzore, e të bëhesh edhe ti sikur ta me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj shehu vëllezër këtu e përfundon këtë libër edhe duke lutur Allahun subhanahu wa taala thotë që më na udhëzon rrugën e drejtë, thotë rrugën e atyre që Allahu i ka begatuar me të mira,
E kush janë këta? Ka përmend Allahu vëllezër kur thotë minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin. E profetëve, njerëzve të vërtetë, të sinqert, njerëzve që kanë rënë dëshmor në rrugën e Allahut, njerëzve që janë devotshëm, wa hasuna ulaika rafiqa. Përmbyll Allahu këtë ajet thot dhe sa shoqëri e mirë që janë ata. Thot po ashtu thotë lutim Allahun subhanahu wa taala që më na ruajt nga rrugë që shpin drejt hidhrimit të Allahu subhanahu wa taala, drejt devijimit, rrugë cilat çojnë në poshtrim edhe shkatrim. Dhe pra këtu shehu po na bën me dije se njeriu patjetër duhet me kërku prej Allahu subhanahu wa taala vazhdimisht gjithmonë që me të udhëzu Allahun rrugën e drejtë, edhe me të përforcuar rrugën e drejtë. Edhe me lut Allahun subhanahu wa taala që vazhdimisht do të me të ruajt nga rrugët e devijimit, rrugët e shkatrimit. E një për shkaqeve siç e cekëndër pikërisht domosdoshmë kjo shoqëria me njerëz të mirë. Ne e dimë vëllezër hadithin, me këta po përmbyllim ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka marrë shembullin vëllezër shokut mirë dhe shokut keq. Edhe ka përmend se shoku i mirë, no, kuptimi i hadithit është sikur ai që bart misk, thotë ai ose t'jep për miskut që ka parfumit, ose ta shet, ose spaku kimeni erë të mirë prej tij. Ndërsa shoku i keq do të është sikur farkatari, ose ko me t'i djeg rrobat nëse rrin me to, ose spaku kimeni erë të keqe prej tij. Pa gjithmonë kimë dëmtu prej tij. E ky hadith dhe pra shikoni po na nxit me kon me nejt. Po na tregon me kon me e marr për shok. Pse se nëse ai që rrin me to ka dije, atëherë kimë përfitu dije. Nëse ai është njeri i mirë i devotshëm, kimë përfitu në këtë aspekt. Nëse është njeri trim, ka trimëri, kimë përfitu nga trimëria e tij. Nëse është i moralshëm, kimë përfitu nga morali i tij. Se njerëzit do të shkan ndikohen nga njëri tjetri. E për gjanave shumë që vëllezër mahnitshme janë edhe disa hadithe që transmetohen në sahih, kur njeri vëllezër rrin me njerëz të mirë, sidomos domethënë të sigurtash që jemi duke në to ligjëratat fetare duke i mbajt, shkon çfarë përfitimi ka. Transmeton Abu Huraira thotë se Allahu subhanahu wa taala ka thënë lidhur me atë person i cili ulet me njerëz të mirë vetëm një herë, shkon vetëm një herë edhe pse nuk është prej tyre. Vjen duan prezanton me ta, aty ku përmendet hajri, ku përmendet feja Allahu, ku përmendet feja Allahut, ku përmendet hajri. Thot Allahu në fund, dhe shuan hadith, fa ushhidukum, ju thet engjëjve me legve, se që dini engjëjt prezantojnë për këto mejlise, thot fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Thot juve ju bëjt dëshmitar o engjëjt e mi, se unë ja kum fal krejt atyre që janë aty prezant gjunat. Thot njani prej engjëjve thot, në mesin e tyre është filani i cili nuk është sikur ta. Mirë po ka ardh në atë mejlis, vetëm se ka pas nevojë diçka. Allahu thot, humul julasau la yashqa bihim jalisuhum. Edhe ai është i falur se ata janë një shoqëri që kush rrin me ta gjithmonë çka përfiton. Kur nuk del hums. Shkon vëllezër domthon vlerën vëllezër e shoqërisë të mirë. Këtë hadith e transmeton Buhariu edhe Muslimi. Me në versionin e Muslimit, Allahu thot qad ghafartu lahum fa a'taytuhum ma sa'alu wa ajartuhum mimma istajaru. Thot unë ja kum fal gjunat, edhe ja kum dhan krejt ato që ata po i kërkojnë, edhe i kam më rujt, domthon kam i mbrojt nga ajo që ata po kërkojnë mbrojtje për nga zjarri i xhenemit. Thot njani prej engjëve, o Zoti im, në mesin e tyre është njani prej robërve tu i cili është gjunaqar. Thot edhe ka kalu pranë atij mejlisi edhe është ul me ta. Edhe thot Allahu walahu ghafartu, edhe ata e kum fal. Humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum, sepse ata janë njerëz që kush rrin me ta, domthon çka përfiton. Shkon vëllazër, kur njeri e arrin këtë dobi vetëm një herë që ulet me njerëz të mirë, si është gjendja vëllazër atij njeri që vazhdimisht rrin me njerëz të mirë, duke kuptuar domthon duke bërë pastaj edhe vetë punë të mira, duke u munduar domthon duke larguar nga haramet, edhe duke përgatitur për takimin me Allahun subhanahu wa taala. Po ashtu vëllazër për dobive tjera është se kur ti shoqërohesh me njerëz të mirë, ata nuk të harrojnë as në ahiret vëllazër. Shkon në vlerën e madhe. Transmeton Buhariu nga Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, në hadithën e shefatit dhe hadithi i gjatë, se si besimtarët ditën e Kiametit ndërmjetësojnë për njëri tjetrin, edhe për vëllezërit e tyre që domthon i ka dënuar Allahu në xhenem. Edhe thonë Rabbana ikhwanuna, o Zoti ynë, domthon ta hinë xhenet mirë, po nuk i shohin disa prej vëllezërve tyre që janë kanë me ta në këtë botë. Thonë o Zoti ynë, vëllezërit tan janë fal me neve, kanë agjëruar me neve, kanë bërë punë të mira me neve. Nuk po i shohim domethënë. Edhe i thot Allahu idhhabu
shkoni edhe kurdo që do në zemrën e tij gjeni iman sa një grimc e dinarit, nxirreni nga zjarri i xhehenemit. Shkoni pra vëllezër çka vlerën e shoqërimit me njerëz të mirë vëllezër. Pastaj shehu vëllezër po ashtu e përmbyll këtë libër duke e lutur Allahun subhanahu wa taala që mos na privoj vëllezër nga mirësitë e tij, nga bamirësia e tij, nga falja e tij për shkak të këqijave që i kemi ne vëllezër, shkujdese që i kemi në raport me Allahun subhanahu wa taala e kështu me radhë. Kështu vëllezër përfundon edhe ky libër madhështor që e kemi marrë tash e disa derse duke sqaruar. E padyshim vëllezër, siç e kemi thënë në fillim këtyre derseve, ky libër është vërtet një libër madhështor me dobi të shumta. E padyshim që Allahu subhanahu wa taala vëllezër sikur mu, sikur juve na ka begatu, edhe na ka dhënë dhuntit madhe që na ka mundsuar mu ul vëllezër me mësu këtë libër, me lezu këtë libër, edhe me shpjegu këtë libër, edhe me përfitu prej tij. Ose jemi njohur për së afërti me cilësitë e atyre njerëzve që janë të lumtur edhe kanë me hinë xhenetin e Allahu subhanahu wa taala. Ky libër pra është i nevojshëm për secilin. E padyshim vëllezër që këtë kjo që kemi thënë edhe që kemi përfituar është prej mirësisë të Allahut, suksesit të Allahut edhe begatisë të Allahut subhanahu wa taala. Andaj në fund vëllezër na lutim Allahun subhanahu wa taala me emrat e tij të lartë, bukur dhe cilësitë e tij të larta, që ashtu siç na ka dhënë vëllezër na ka begatuar që me ul edhe me mësu këtë libër, me përfitu, po ashtu të na pranoj vëllezër këtë vepër prej neve, edhe me bazë sinqert vetëm për hir të tij subhanahu wa taala, edhe me na sjell dobi me atë që e kemi mësuar vëllezër, edhe atë që e kemi mësuar ta bëj argument për ne e jo kundër neve në ditën kur do të dalim para Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu vëllezër në fund ju falenderoj edhe juve që keni pas dorim edhe i keni ndjek këtë ligjërata. Edhe në fund po ashtu e lutim Allahun subhanahu wa taala vëllezër që më urojt edhe më dhon sukses kudo që t'jeni. Sallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.